Lajmi më i rëndësishëm i ditës së dieshme ishte dëbimi i Imran Hossein nga policia shqiptare, duke mos e lejuar të hynte në Shqipëri. Hossein, një klerik 83 vjeçar nga Trinidad dhe Tobago, idhull botror i fanatikëve islamik, kishte planifikuar të shkonte në Durrës për të mbajtur një seri ligjëratash me një audiencë të madhe. Ati ishte prenotuar një dhomë luksoze në hotelin Empire në plazhin e Durrësit, vend që e kishte frekuentuar edhe më parë. Kjo nuk ishte hera e parë që ai udhëtonte në Shqipëri, thuhet se ishte hera e tretë me ftesë të imamëve shqiptar me të cilët kishte lidhje të vjetra. Siç mësohet, ndalimi për hyrjen e tij është bërë pas një kërkese amerikane, pasi Hossein ndodhet në listën e zezë të shubave dhe i është ndaluar viza prej kohësh. Imran Hossein, përfaqësues i shkollës selafiste, konsiderohet një nga imamët më me ndikim në botë dhe ka një rrjet të gjerë ndjekësish në rrjetet sociale. Në predikimet e tij, kleriku latinoamerikan i financuar nga Irani njihet si një nga zërat më të fortë të propagandës xhihadiste, edhe përkrahas i teorisë së përplasjes ndërmjet botës islame dhe asaj perëndimore. Në ligjëratat e tij, Hossein nuk flet për besim apo moral fetar, por për politikë ndërkombëtare, gjeopolitik, luftra dhe strategji bërthamore. Në platformën YouTube, ai shpërndan idenë e një apokalipsi botror dhe të rikthimit të Jeruzalemit si qendër e një kalifati islamik, duke ju referuar periudhave të dinastive Abaside dhe Umayyade. Hossein ka shumë ndjekës edhe në Shqipëri, sidomos mes fanatikëve islamik. Ai ka ardhur 2 herë më parë për ligjërata në Durrës, ku personi i kontaktit në Tiranë është Olsi Yazexhi. 2 javë më parë Hossein mbajti një ligjëratë në Malajzi, në moderimin e Olsi Yazexhiut, ku mori pjesë edhe një ish ushtarak amerikan i njohur si mbështetës i regjimit iranian. Në ligjëratat e fundit Hossein ka kundërshtuar fuqishëm marrëveshjen e ndërmarrë nga presidenti amerikan Donald Trump, vendet arabe dhe Turqia për t'i dhënë fund konfliktit në Gaza. Ai e ka quajtur këtë marrëveshje Pax Judaica, duke e përkufizuar si fazën e re të dominimit global hebraik pas Pax Americanas, së pas luftës së dytë botërore. Mbështetësit shqiptar të Hosseinit kanë prapur njoftime se ndalimi dhe dëbimi i tij është bërë nën presionin e diplomatëve izraelit në Tiranë, por burimet zyrtare konfirmojnë se kërkesa ka ardhur nga SHBA-t, që e konsiderojnë klerikun si një nga figurat që nxisin ekstremizëm dhe minojnë përpjekjet për paqe në lindjen e mesme. Kohët e fundit edhe Mbretëria e Bashkuar ka ndaluar hyrjen e tij në territorin britanik. Ky urdhër u aktivizua kur Hossein ndodhej në Londër, ku së bashku me disa klerik hebrej ortodoks kishte kundërshtuar planin e paqes në Gaza. Prej ande ai u nis për në Shqipëri, ku synonte të qëndronte për një periudhë të gjatë. Sapo mbërriti në aeroportin e Rinasit, autoritetet shqiptare morën njoftimin për ndalimin e tij dhe policia e dëboi nga vendi, pas një seance pyetjesh dhe procedurash e cila është filmuar dhe dokumentuar.